Bismillahirrahmanirrahim. Shkurtimi i marrëdhënieve ndërnjerëzore, shkurtimi i marrëdhënieve familjare, vetëm në emocione, është jashtëzakonisht i rrezikshëm. Shoqëria moderne po redukton çdo ditë marrëdhëniet ndërnjerëzore, marrëdhëniet edhe familjare, vetëm në emocione dhe ndjenja, duke harruar se ndjenjat nuk janë themeli vetëm i lidhjes mes njerëzve. Pra ne kemi edhe arsye tjera pse lidhemi me njerëz. Mbizotrimi i kësaj logjike po sjell dy pasoja të rrezikshme në shoqëni. Numër 1, justifikimin e vetës përmes psikologjisë, valla, kështu jam unë. Dhe problemin e dytë, harrimin e përgjegjësisë morale. Pra, ne kemi obligime dhe përgjegjësi morale e juridike edhe kur s'na pëlqen diçka, edhe kur s'na pëlqen dikush. Pra, marrëdhëniet nuk ndërtohen vetëm mbi dashuri, është e rëndësishme dashuria, por marrëdhëniet ndërnjerëzore ndërtohen edhe mbi vlera, detyrime dhe drejtësi. Sepse ajo që i mban njerëzit bashk nuk është gjithmonë ndjenjat, por shpesh është përgjegjësia. Njerëzit që shkojnë me punu në fabrika, njerëzit që punojnë nëpër vende të ndryshme, nuk do të thonë që i dojnë gjithë ata me të cilët punojnë. Raportet ndërfamiljare, nuk do të thonë se ti i don gjithmonë anëtarët e familjes, por ti ke përgjegjësi mu sjell korrekt me ta. Marrëdhëniet njerëzore, pra, nuk bazohen vetëm tek emocioni. Ka arsye tjera edhe më të thella që i mbajnë njerëzit bashk. Ndër arsyet, do të thonë që janë të fuqishme që i mbajnë njerëzit bashk, janë arsyet e vlerave, janë arsyet e lidhjeve biologjike, është gjaku, fisnikëria, lidhja familjare. Jo krejt ata që i ki gjakut i don, por ti i mon lidhjet sepse janë gjakut. Në traditën islame, për shembull, ligji nuk i përmbahet gjithmonë ndjenjave personale. Në momentin e ndarjes së pasunisë për fëmijët, si shembull, nuk ndryshon ndarja e pasunisë në bazë dashurisë apo simpatisë, por në bazë drejtësisë. Nuk ka lidhje që njërin prej fëmijëve tu mundesh me dash më shumë, me pas simpati, por nuk mundesh me i nda atij më shumë se që i takon. Nuk mundesh me i dhënë atij në mënyrë të padrejtë. Në këtë kontekst, ju kisha sugjeru me pa një film amerikan, Fences, është një moment interesant kur i biri e pyet babain e tij edhe i